Jena vujt këtë burgun, na ka bo mirë. Ju falenderojmë nga zemra edhe institucionit të Shkodrës. Shumë jam krena edhe për këtë burgun që kam bo. Faleminderit. Për çfarë keni qenë? Për lëndë narkotikë. Sa keni qenë i dënuar? 3.4. Dhe sa përfituat nga amnistia? Po unë 7 muaj vjetën, 7 muaj kam përfitue 20 ditë. Pse thesi të ka bo mirë? Unë ka bo mirë se me thonë drejt tani Shqipëri nuk rjet. Nuk rjet Shqipëri. Shqipëri unë isha ne, kam gjithë njerëz tani modrën gjithë. U s'rjetën, këtu është belak. Me në do belak e venjota. Unë të regala moj, edhe nuk më takote me bo kaq burg sa kam bo. Se këto përdorusa, si dola përdorus, takon me bo deri në 6 muaj. Nuk lejot mu denova 7 vjetë pretens, 5 vjetë mulli 2 vjetë, 3.4 edhe apo tonë. Të zumë me sasit më dha, apo? Ja, po 5 sopa, 5 sopa. I vetëm mësim që të dhanë pikësh. Me thonë drejtë u deshe, duhet me jërë, me bo pak jo shumë, me i denu njerëzit sa më pak. Edhe ka shumë njerëz, ka dhe shumë njerëz që janë pa fajshë mrenë, që janë përdhun familje, edhe thjesht i ka shku gruja, pa shenja, pa gjoj, i ka thonë, më ka godit, pa shenjë, pa mori ekspertizë, pa mora si gjoha, kupton? Tjetëri më burg kot. Që njoni 64 vjeç, shumë vetë kam kalu, do më thonë që kanë qenë kot në burg. Si janë kushtet? Kushtet të në Shkodrës shumë mirë, për krahasim me Tiranën do 302 që kam qenë nga një katastrofë. Du pam që ju përkullet para Zotit kur dojnë. Po du të më falendru Allahun, për çdo lloj gjë dhe kur merr frymë, edhe kur i shikim që mund më falendru Allahun në këtë moment. Ka që kishë unë faleminderit. Ikdi Muhamedi. Asni vitit. Për çfarë ishit i Ishim përdhunë në familje. dhe përfituat nga amnistia? Sa fitohet? 11 ditë. Vetëm 11 ditë keni përfituar? Si ishte kjo periudhë, Marian Buket? Periudha shumë e keqe. Ushqimet katastrofë, as derrat mos më hangër, shumë keq. Kushtet nuk janë si çfarë thotë Dirama jashtë, po janë komplet ndryshe. Këtë falsifikim. Si është jashtë, ne shohim se si është. Morën e mësim nga burgu? Kam pas mësim, se kam jetuar 16 në Gjermani, kam pas mësim, kam jetuar 7 ligjor, po ky sa 7 ligjor. Na ham na fukaret, kurse ata të tjerë sa han. I shohim gjërat. Kam i 20 ditë në Gjermani në ato dyshe. E di çfarë ligje, e di çfarë Evropa. Të s'ka ligj, s'ka zonë, hiç. Asë gjë. Shumë sa. Emër mbi emër? Dhe shkafe. Me çfarë do t'ikësh? Ku di gjonë që në makinë qasit që djemë në? S'ke njeri që të pret? Po se di familjarën, po një se më Sa e keve dënimin, sa kohë? 2 vjetë, 2 vjetë, e sa të kish mbetur? edhe 4 muaj. Si e vlerësoni amnestin? Faleminderit që në ndorën. Stafi këtu më rregullueshëm. Çfarë të pret tani kur të vesh në shtëpi, çfarë Po punë do ku di bësh? gjonë e moda të ecin përpara të shiti, ku di gjonë. Faleminderit. Personale sepse mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot, njerëzit pa përkrahen që jetojnë dot pa shkalu ligjin. Se? Ty se thash? Duhet jesh më i kështu. Në Shqipëri pa shkelu ligjin? Po nuk jeton dot njeriu pa përkraje. Po se të kjo Shqipëria, nuk e di ju? Nga e di, nuk e shqiptare? Shqiptare janë, çfarë pune do bësh tani që dole? Nuk e di. Nuk e di. Nuk di. Këto janë senator personal, pse i merr? Kanë të tjera. Nuk ja dhuro ata. Ose po vakit kthehen prapë, ku ta dish. Të blej gjithmonë? Atëherë kjo do thotë që nuk është bërë mësim. Si? Nuk është bërë mësim burgu. Si burgu mësim, çdo më thon fjala mësim. Atëherë për të mos ardhur më këtu. A bën vakin njeriu të mësohet, të mos mbijetoj? Këtë, e llogarit do ti? Pikë që pari jemi rob të Zotit që do të jetojmë. Pastaj jemi rob të ligjit. Në qoftë se neve nuk zgjidhim problemet kryesore të jetesës, miru çfarë do bëj? Atëherë ju keni patur probleme ekonomike që Si arritët deri këtu. Po të gjithë probleme ekonomike. Nuk mësove një zanat. Edhe ti me probleme ekonomike. Edhe ti skllave një si unë. Po ti je nuk vi skllave shtëpie. Skllavet e shtëpisë janë që më të përkëdhelur. Ka mundësi mbijetese. E kanë zgjidhur mbijetesën, kurse populli thjesht e ka zgjidhur mbijetesën. Zotri, nuk mësove dot një zanat, tani jetu tjetë. Unë jam me zanat që nga 7 vjetë. Cili është pozicioni juaj? Shofer.
Të fekon si. Zodë, nuk as këna digjino.